Një tjetër risi është rritja e rolit policisë shtetit si pjesë e bashkëpunimit institucional për kontrollin dhe monitorimin e territorit. Bashkëpunimi mes policisë shtetit dhe autoritetet kontrollit territorit forcohet me instrumenta të ri ligjor dhe i jepet mundësia autoriteteve përgjegjëse, i jepet mundësia dhe pushtetit vendor më konkretisht që të ketë një ndërveprim të menjëhershëm ligjor me policinë e shtetit lidhur me këtë problematikë. Ndërkohë që ka parashikime të reja për mos zbatimin e fasadave sipas projekteve. Kjo është shumë e rëndësishme sepse siç mund ta dini, në Shqipëri operon grupi më i madh i arkitektëve ndërkombëtar në të njëjtin vend. Dhe janë rreth 200 arkitektë ndërkombëtar që studio arkitekturë ndërkombëtare që janë të përfshirë në projektin në Shqipëri. Dhe një pjesë jo e vogël e tyre janë emrat më të mëdhenj në botë. Dhe tani të marrësh arkitekt të këtij kalibri, dhe kjo nuk i heq asnjë gjë të drejtës dhe të arkitektëve lokal, dhe cili do arkitekti që kur bën këtë të realizohet kjo. Jo bën këtë dhe në fund del një kub teneqe, sepse ndërtuesi bën çfarë doj me fasadën. Fasada është e drejta e çdo kujt që nuk banon në atë godin për të pasur një prezencë estetike aty ku jeton. Në radhë parë. Pastaj edhe komponentët e tjerë të fasadës që kanë të bëjnë me kursimin e energjisë, që kanë të bëjnë me të tjera aspekte. Por në radhë parë është e drejta e çdo kujt që jeton në këtë qytet ose në cilin do qytet që të ketë rreth rrotull gjëra të bukura, jo shëmtira. Kështu që nuk është një shpike e jona, por edhe për fasadën, siç thonë dhe legjislacionet të tjera, mund shkohet deri në konfiskim total. Deri sot na i kanë bërë të vështira shumë gjëra sepse kanë përdorur njerëzit si puna e Hamasit për të mbrojtur veten. I kanë futur njerëzit pa certifikat përdorimi nëpër shtëpia, pa mbaruar punimet, pa vende ashensorët ndonjëherë, e të tjera se i din shumë mirë shqiptarët që më dëgjojnë tani, dhe e kanë për të pamundur që të ndërmerren masat ekstreme që të bëhen se çfarë do konfiskosh aty. Si do ta konfiskosh kur njerëzit janë brenda? Si do ta bllokosh më tej e tjerë. Ndërkohë që ndryshimi thelbësor që bëjmë me këto ndërhyrje që nuk ka më uje, nuk ka më drita, pa marrë certifikatën e përdorimit dhe nuk ka më 100 darkë të paguar nga njerëzit për të plerë shtëpi që mos përkthehet në pronë me hipotekë. Dhe nuk ka më që tjetër leje merr e tjetër leje zbaton. Kështu që deri për fasadën dhe janë përcaktuara si e qysh, do shkohet deri në konfiskim.